Zoti Ministër, kur do të nisë zbatimi i ligjit për fshirjen e borxheve dhe paqja fiskale dhe sa kohë duan aktet për tu hartuar dhe miratuar dhe çfarë ndodh me borxhet e bizneseve që i prek ligji, pra fshirja e tyre, çfarë ndodh aktualisht? Për sa i përket akteve nënligjore, ato janë drejt fazës finale të tyre. Unë besoj që shumë shpejt do dalim me aktet nënligjore dhe me udhëzimet përkatëse për sa i përket qoftë paqes fiskale, qoftë fshirjes së detyrimeve. Ka qenë një periudhë në cilën ne kemi diskutuar dhe kemi negociuar me organizma ndërkombëtar për aktet nënligjore, ashtu siç bëm edhe me ligjet në vetvete, kështu që besoj që shumë shpejt do dalim me këto akte nënligjore. Jam besim plot që brenda muajit maj do të kemi mbyllur të gjitha proceset respektive. Ndërkohë, për pjesën e fshirjes së detyrimeve tatimore dhe doganore, patjetër që ato do të jenë në linjë me ato që janë parashikuar në ligj. Aktet nënligjore dhe udhëzimet janë më tepër pjesë e sqarimit se si do të bëhet procedura dhe patjetër që do të përfitojnë që të gjithë tatim paguesit që plotësojnë kriteret e ligjit faljes së detyrimeve. Faleminderit.